Etheve të zgjedhjeve të pritshme parlamentare të 11 majit ju shtuan edhe komentet nga deputetët për listat e kandidatëve që u publikuan një ditë më parë. Në parlament socialistët mbajtën qëndrimin e palëkundur se do të fitojnë në 11 maj, po të njëjtin qëndrim mbajtën dhe deputetë të opozitës. Në këto zgjedhje shqiptarët do të votojnë për ta bashkuar Shqipërinë me Europën. Ky është mandati ynë i katërt në qeverisjen e vendit, është mandati historik që do ta bëj Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj vota për Partinë Socialiste në 11 maj është vota për Shqipërinë Evropiane. Shpresoj dhe besoj fort që Parlamenti i ardhshëm do të jenë më produktiv, më i saktë dhe me shumë dashamirësinë që kam për kolegët e majorancës, duhet ta them sot që Shqipëria do ndryshojnë në zgjedhjet e 11 majit. Opozita e bashkuar do triumfojnë këto zgjedhje. Që Rama është manjak i ndryshimit, Sali Berisha është manjak i prapakthimit. Dhe prandaj shqiptarët do votojnë me shumicë Partinë Socialiste dhe do japin dërmën kësaj opozite. Megjithatë, një propozim i veçantë erdhi nga deputeti Petro Koçi. Unë qofsha i gabuar, lista e hapur në nivel rajonal do kthehet në varrin moral të politikës. Nuk duhet ta kishim bërë dhe unë uroj që Parlamenti i ardhshëm për zgjedhjet e ardhshme ta ndryshojë ligjin. Replikat në sallë nuk munguan, por ato ishin në nivel individual, duke shmangur komentet që i çojnë në përplasje palët si në seancat e kaluara.